është bërë viral dhe një moment tjetër i Joti me Aldon ku në shtratin, një moment që është interpretuar si intim. Tmerrshme, tmerrshme. Domethënë mënyra se si interpretohet është vërtet e tmerrshme. Se po e shikoj tani. Kemi qenë duke folur për muskujt e barkut. Ne gjithë banorët aty ushtroheshim bashkë dhe kishim shumë këtë mirakun që na ikin muskujt, sa e bëni me shaka, edhe Aldo gjithmonë... Pama nuk ka dalë asnjë video e palestrës, vetëm shtrëngimi i muskujve të barkut. Kjo është problem tjetër, pastaj videot e palestrës në sa duket kishte dalë vetëm me gjestin që... Ushtrimet i bënit kot? Kot nuk i bënim, se trupi e merr atë çfarë duhet të marr. Kemi qenë duke folur për muskujt e barkut. Dhe vërtet, e ka prekur barkun kështu dhe ka thënë shtrëngoje. Dhe kam thënë nuk kam fuqi, nuk e bëj dot tani atë gjën, domethënë shtrëngimin aty. Tani shtrëngoja unë mendoj se është vetëm për një muskull barku. Shtrëngoji është për disa muskuj barku. Tani nuk e dim sa muskuj kishte Aldo. Jo shtrëngoje muskulin e barkut, të lutem Visero. Nëse ne të tjerët shikojmë. Mos e vër në siklet, se po. Nuk thua një gjë të mirë mos flit fare. Po e shpjegon me një kjo gjëja, unë po të ndihmoj. Ishte shtrëngoje barkun, jo shtrëngoje muskulin e barkut. Ishte shtrëngoje barkun, vërtet. Dhe më vjen vërtet shumë keq që është interpretuar në atë mënyrë ajo, po edhe pritet se... Po me këtë sqarimin tënd besoj se s'ka ndonjë gjë. Tani unë shpresoj vërtet shumë, me Aldon krijuat një raport të vërtet diçka që do më vinte vërtet keq që të interpretohej në atë mënyrë. Mirë. Me Aldon krijuat një raport shumë shpejt, kush i dha mundësinë tjetrit? Që nga fillimi ne kemi pasur bisedat dhe afirmitetin që sërish ka qenë njerëzor, unë Aldon e vlerësoj dhe ka qenë një vlerësim dhe një konsiderat reciproke, si unë ndaj ti, si ai ndaj meje. Kush i dha mundësi tjetrit, nuk di të them, mbase e kemi dhënë të dy njëri tjetrit mundësi? Qëndron. Po, Ronaldo? Atëherë, dy gjëra shumë shkurt për Rizartë me që për Viserlon fola. Pikë së pari mendoj që Rizarta është një nga vajzat më të bukura që ka pasur ndonjëherë Big Brotheri dhe më të bukura që kemi parë këtë muaj të fundit në ekranët shqiptare dhe sigurisht për këtë që thash meritoj një duar trokitje, mos u bëni xheloze. Thënë kjo, Rizarta, duhet të mësohesh pak, ti je shumë e re, je pas stërvitur me studio televizive dhe kryesisht do t'jetë tendenca që të kafshojnë, të sulmojnë, të të hanë. Unë uroj që ti të mbetesh e freskët, e njome, pastër, qiltër, tashmë që e futur në fushën e showbizit, edhe më ke pëlqyer në Big Brother, pavarësisht që nuk ishe ndonjë dinamik shumë të madhe aty brenda, por mendoj që formatet e tilla kanë nevojë edhe për pak vajza stil alla pariziene dhe kështu si ti. Mendoj që mund të kishe pasur më shumë sukses nëse do kishe vazhduar raportin tënd miqësor, pavarësisht që publiku ka nevojë të vëri terma të tjerë me gjestin dhe duke nxjerrë jashtë loje Eglin. Pra mendoj që kjo mund të kishte qenë karta jote e suksesit, por totalisht zgjedhja jote. Të them bëj pak kujdes nga Aldo. Aldo është më i rritur, më me shumë eksperiencë. Ka një marrëdhënie të papërfunduar jashtë, nuk e di ma është i divorcuar. Nuk di asgjë nga jashtë. Brenda 3 muajve në Big Brother është përfolur për 3 vajza të ndryshme, një herë me Livia, një herë me Olon. Që është djalë mirë, është djalë mirë, se unë e njoh dhe kam punuar. Është fiksi që ke njohur. Ka bërë casting për aktore. Po të jesh pak më shumë vigjilente dhe nuk do doja të pëlqen shumë edhe kjo pjesa që unë